buçim në bu, CHI. Bu, CHI. Po. Na gjën. Përshëndetje njerëz. Nuk e di sa do jenë njerëz që do njohin zërin nga një proximity tjetër, nga një gjë tjetër, po që na më se do jenë kaça. Çfarë bëj? Ska që djema ma 3 ditë gjatë gjithsesi, çdo që ndodhe, kështu që s'ka. Do bëjmë dhe shorta tek ajo gjëja tjetër, kështu që. Po. Do bëhet viral. Mirë se zgjeta. Se të them mirë se erdha, nuk them dot se erdha unë te ti. Po të them mirë se zgjeta. Riskin shpinën time. Thuhet. Ai më një. Çu të prezantojnë tash, sa i them njerëzve. Po, se di si thuhet, emigrant, bashkëvujtës. Bashkëvujtës. Jepi çik nota kështu, good vibes only. Good vibes only. Se di, si ta themi. Jemi. Mirë jemi, shiqe. Qënje. Mjetus. Po, Nexi është miku im prej disa kohësh edhe duke e gjetur veten në shumë biseda, domethënë ndonjëherë të zjarrta, ndonjëherë shumë fundamentale, ndonjëherë nga ato me bira natën, domethënë. Ndonjëherë çik më thella nga ç'duhet. Shumë herë më thella nga ç'duhet, domethënë. Është aq të thella sa po nafta në spiral. Apo jo aq thellë jo, se kemi arritur atë. Shumë thellë. Pak shumë po. Edhe normalisht krenaria mbi të gjitha edhe bashkoleg inxhinier ndërtimi. Bashkoleg, po, koleg. Ai. Është e rëndësishme. Tregoj ç'a ore zgjohesh në mëngjes? Po, mëngjesi është, nuk e di, për mua pjesa më e keqe e ditës. Seriozisht e ke di? Po, për zot. Nuk e di si e ke ti, po e ke parasysh që njerëzit ndahen në njerëz darkë dhe njerëz mëngjesi? Njerëz darkë janë thjesht njerëz mëngjesi që se kanë zbuluar akoma që janë. Kanë zbuluar. Gjithë mëngjesi thua, jo, nuk e besoj. Ora se po bëjmë muhabet te IFA bashkë dje, se ne ishim te IFA. Se ne jemi më të mirë se ju, ne ishim te IFA. Atë që po thoshin për atë snuzin? Po. Shumë interesante ishte ajo. Gjëja e snuzit. Po, ishte shumë interesante. Thojin çika të lutem. Edhe unë e dëgjova nga një, më thënë ai shkencëtar kështu neuroscientist, do të thënë shkencëtar i si quhet, si ka neuroshkencëtar, po themi, edhe që bën shumë emisione në YouTube, edhe po thoshte këtë gjë që snuzi është një nga gjërat më të rrezikshme, po themi për njeriu të përditshmën e tij, sepse ai shkakton gjithë atë lodhjen. Domethënë snuzi është ajo gjë që ti e vë 4 ose 5 alarme njëri pas tjetrit. Edhe i shtyn, domethënë zgjohesh deri në momentin e fundit. Po zgjohesh, e shtyp atë, flet 5 minuta, flet 5 minuta. Ajo e vendos trupin gjithmonë në një fazë REM, domethënë trupi futet prapë në gjumë, vjet prapë në fazën REM dhe zgjohet prapë pas 5 minutash, futet prapë në gjumë dhe çakordon pak a shumë sistemin e gjumit. Duke dhe na jep gjithë atë nijen e lodhjes që kemi gjatë ditës. Tani që e kam zbuluar, më kanë filluar. Akoma s'kan filluar, po them, do filloj mos ta përdor më snuzin sepse ajo shkatron jetën. Unë e përdor atë plak, jo me 4, me kam gjithmonë me 2 kështu. Do të thënë që e vë njërin në fillim, atë i bëj snuz, që thjesht e zgjas atë, bie tjetrin e fik, edhe po bie i prap i pari pastaj snuz atë e çon. Që është idiotë në fakt, thjesht mund ta vijë atë në orë që do zgjohesh edhe. Jo, ti mendon që të shpëton se fletë 10 minuta, 15 minuta, po në fakt ajo të lodh më shumë. Domethënë gjithë ditën kur je i lodhur, domethënë dhe s'ke flet shumë gjumë, është edhe për arsye të saj. Është më mirë domethënë vë një alarm dhe di që do zgjohesh, mbase nuk e di, duhet fizikisht të çosh në krevati dhe të hedhësh ujë syve dhe ta mbledhësh mendin domethënë që unë jam futur kësaj rruge dhe s'ka. Po ideja është si bachelora që jemi në plaka shumë të vështira. Nuk ka të bëjë shiko bachelor. Po ka disa incik tash, po një vet zot vet shkop, e kupton. Po si the ti vetë show, nuk çon njëri. Mirë, dakor, po un prap jam i mendimit që ka njerëz mëngjesit të darkë. Un do ngelem njëri darkë, domethënë naftojë gjithë jetës, besoj ta ndryshoj në një këtë gjë. Po njëri darkë edhe un atëherë kur isha në shkollë akoma njëri darkë thoshte se i bëra 3 natës, domethënë gjasmë isha super produktiv deri në momentin që u detyrova të isha njëri mëngjesi, edhe tani e kam produktivitetin 200% nga ora 7 deri në orën 11.
pastaj e kam produktivitetin kështu 10%. Domethënë dhe ti leksionet e orës 8 bes sepse i ke ndjek më herë apo jo? Ka? Çfarë këto? Asnjë lloj leksioni, kemi qenë shumë të keq për ato. Kemi pasur disa vese shumë të këqija për sa i përket këto. Se s'kemi pas disiplinë. Se ne nuk e filluam tani bisedën për gjithatë që dëgjoni këtu. Do të thënë filluam me çim përpara. Është ora e tretë e bisedës. Është ora e tretë. Edhe jo, ideja është që nuk e kemi mësuar disiplinën në plak. Do të thënë që do e kishe disiplinën gjatë në sistem ti që do 6:30 do të çoshe. Po. Normalisht do ishin gjëra ndryshe, po se kemi pasur. Duket si gogol tash domethënë që po që mund të kesh drejtë, e ke pasur kohën e xhaxhit që zgjoheshin gjithë herët kështu rresht për një mëngjes. Nuk besoj të ka pas njerëz darkë atëre, domethënë. Sa lloj darkë, unë shkoj te vetja për shembull, që jam detyruar që të zgjohem të ti e di që unë duhet të shkoj herët, se aty bëhen prac. Kam pieri ndërtimi herët. Domethënë një gol. Gol. Edhe ideja është domethënë që kur kam bërë një hapësirë publike unë në TikTok me atë shkatrues bot kuptimesh, edhe e kemi lënë vonë në darkë. Se ata të TikToker, ata misteret e TikTokut këthen gjithkohës natës, kupton? Edhe filluam në orën 10:30, vajtëra 11 po vdisja plak, nuk po rija dot më, më koputa i koka. Unë isha zgjuar 5, kupton? 5 sa kisha vetëm punë, 8 orë pune, bëj çfarë bëra në shtëpi derisa prita ato e kur erdhi, isha i fikur fare. Edhe dela ishte aty që s'kishte atëre njerëz natë plakun se po të kishe bërë gjitha gjërat që duhen në kohën e dur, domethënë nuk kishe asnjëri lloj detyrimi të rije natën. Pastaj kjo natë është edhe klishe që është krijuar kohë e fundit domethënë dhe nga mënyra se si punojnë njerëzit domethënë. Se nuk ka shkencëtarët gjithmonë thonë duhet të flesh natën, jo ditën. Shpak stili jetesë. Domethënë të flesh ditën në shkeq. Kam dëgjuar një podcast shumë se jemi në shekullin e podcasteve, nuk lexoni një më libra. Nuk lexoni më çfarë? Çfarë është gjë? Leksioni është 8. Një shkencëtar shumë interesant që merrej me studimi për gjumin, Matthew Walker quhet, ka dalë te Rogani. Dhe ai ka fliste, ka fol 2 orë vetëm po ai bioni, ka fol vetëm për gjumin. Dhe thoshte rrezikun e punëve që janë natën, domethënë për shembull këto që janë infermier apo roja apo nuk di se çfarë. Nuk e di, për çdo lloj sëmundshmëri rritej rreziku 20-30% më shumë. Për njerëz që punojnë natën, domethënë është e tmerrshme, është thjesht kjo ndryshimi i orës biologjike që domethënë trupi ka një orë të brendshme biologjike që kur nuk ka dritë domethënë do të flej. Kjo është ideja. Dhe ti duke luftuar gjumin, domethënë i bën një dëm, pak a shumë. Ai më ka friksuar me shumë me pjesën që thoshte që nobody gets away with it with less hours of sleep. Se unë kam gjumin nga 5 deri në 7 orë, edhe kur ai tha që do të kesh 8 orë. Edhe pavarësisht se duket sikur i rekuperon, po nuk i rekuperon. You don't get away with it. Ishte që nuk ka matematikë në gjumë. Plako. Ka matematikë në gjumë. Sot fjeta më pak do flem fundjavë më shumë dhe jemi në rregull, jo. Nuk është budalliku numër 1 domethënë. Kështu që jo, kjo dihet domethënë jo vetëm për gjumin, por për çdo gjë dhe për ushqimin, për çdo gjë. Gjëja më e mirë që mund të bësh është të kesh një regjim të caktuar, që ti flen në pak a shumë në një orar, ha ato vaktet në të njëjtën orar. Të gjithë këto thonë domethënë që kjo është zgjidhja që ti kesh një lloj ose edhe të kesh më shumë energji në përgjithësi. Regjimi pra. Regjimi është oja gjithë disiplinë. Se ne kemi bërë me të A&O, Alfa dhe Omega, domethënë edhe nuk është sponsor. Nuk është sponsor, po që është bërë vese dhe me ata të tjerë që nuk kanë qenë në Gjermani se kuptonin një fare, ç'a thoja. Ciao. Alfa Omega. Mirë, pa u futur te të thella atë. Atë tregosh në një gjë për veten. Ku ke ardhur? Në Gjermani kam ardhur mbasi marrova gjimnazin. Domethënë kam qenë në një fazë, po themi vetë reflektimin në pjesën në vitin e maturës, sepse kam pas një dëshirë shumë madhe për jo për studiu jashtë, por më shumë këtë për shkëputjen nga familja. Unë kam pas nga ana sociale më shumë se pjesën e universitetit. Mund të gjesh universitet mira kudo. Domethënë pa kisha më shumë te kjo, duhet të jetoj vetëm, ta provoj një jetën vetëm. Edhe do atikja, pse Gjermani. Nuk e di, ishte edhe më shumë çështje, domethënë babi ka pas shumë dëshirë për të qenë në Gjermani, se di arsyeën pse. Pastaj që mos isha shumë larg familjes, në Gjermani është shumë afër po themi krahasim me Amerikën apo ku diun. Edhe u vendos Gjermani dhe unë isha me këtë fakt
edhe pse pjesën e gjuhës e kisha pa gogol, nuk e di ti domethënë, po thoya, gjuhë e re tani hajde futi gjermanishtës. Po që e kalova këtë pjesë dhe ju futa po themi detit me këmbë edhe thash do ikin në Gjermani. Kështu që mbas gjimnazit, po themi direkt mbas maturës, kam ardhur në Berlin dhe kam bërë vetëm gjuhën fillim, se nuk e kam mësuar përpara, domethënë duhet qenë se unë vendosa shumë vonë për ta në Gjermani. S'kisha kohë praktikisht, do të vija një herë do të sakrifikoja një vit për gjuhën, pastaj një vit para universitar, ditit për pjesa shkollën kolegët që duhet bërë tani jo më, po që atëherë duhet ishte me detyrim, po themi. Pastaj universitet, inxhinier ndërtimi, si puna jote. Po. Kam qenë në Hanover shumë vite, kam jetuar aty. Dhe më vonë prapë u riktheva në Berlin pas, po themi 9 vite në Hanover. Jam rikthyer këtu për arsye pune. Mbas i kisha mbaruar shkollën, masterin, kisha pas një eksperiencë të shkurtër. Kur thua që u kthe për arsye pune, e kërkove vetë punën këtu apo të doli puna? Unë të dyja, domethënë edhe kërkova dhe më doli. Aplikimet që i kam bërë vetëm në 3 qytete lisej. Aty ku jetoja, po themi në Hanover, se kam pas edhe shumë shoqëri etj. Në Berlin edhe në Hamburg disa, që domethënë nuk kam pas të hapem shumë, nuk kam bërë po themi gjithandej, po që jam lokalizuar në këto vendet që kam pas edhe pak a shumë si pikë referimi, duke qenë se i njihja pak më mirë. Dhe më doli në Berlin, në ato qytetet. Jetën punë që ishe ku? Kur erdhe në Berlin, akoma në njëjtën punë. Jam të njëjtën punë që erdha. Domethënë kur erdha këtu, ka qenë pak peripeci kur erdha, sepse unë erdha pa i gjetë punën mirë. Domethënë e lash atë që kisha dhe erdha, ka qenë kohë korone, ka qenë kështu sa kishte filluar mbyllja. Po. Dhe kur erdha këtu, ishte, domethënë muaji 2 ose i 3 mbas koronës, ishte çdo gjë mbyllur, nuk ishte asnjë gjë që funksiononte dhe ka qenë shumë e keqe koha më e keqe për të filluar punë, sepse të gjithë kishin frikë të punësonin njerëz, domethënë ishin kështu që nuk e di çfarë do ndodhi tani, do ketë kolaps gjithë ekonomia, apo dhe duke pas parasysh disa pak a shumë e thjeshtë është djesh punë në profesionin ton. Kam pas shumë vështirë, po themi, kam pas disa intervista pune. Dhe pata fat diku, fillova dhe aty jam akoma, domethënë jam i kënaqur tek ajo firmë që jam. Po ti kishe një profil më përpara, domethënë kështu ti po për Jo, kjo është e bukur, se nuk kam pas të profil. Un kam bërë master për water environmental, domethënë hidro dhe mjedis. Domethënë bachelor inxhinier ndërtimi dhe mjedis dhe kam bërë pak a shumë special, domethënë masterin e kam bërë dhe temën e diplomës për këto fabrikat e biogazit, domethënë ka qenë një gjë komplet tjetër, s'ka lidhje fare me konstruksionin. Kurse pastaj, domethënë dakord, kur ti je në shkollë akoma nuk e ke shumë idenë punëve dhe je më shumë dhe lidhesh më shumë nga ana teorike. Ti lidh, domethënë pak a shumë ti nisesh nga këto, ti bën disa lëndë, po themi, dhe lëndët që të pëlqejnë më shumë ato i ndjek. Po. Ka që thjesht, nuk bën asnjë lloj llogarie ti, jo po pagesa, jo po ku ka më shumë mundësi pune, e kupton? Dhe unë nisa më shumë nga interesat e mia, që më pëlqente më shumë atëherë. Kurse kur del në tregun e punës, shikon që është një realitet pak tjetër. E shikon që po themi nevoja është më shumë tek konstruksioni apo te këto te fusha që jemi ne pak a shumë. Nuk të bien shumë shpesh rastet që të bësh atë që do, e kupton? Edhe thellimi dhe diploma është diçka që ti vërtet mund të bësh diçka që do. Okej, po nuk është se unë nuk e doja këtë që po bëj. Do them, edhe kjo ka qenë një nga gjërat që kam pas, po themi, kam menduar deri diku, por që jo zgjedhje e parë. Këtë doja të thoja. Po që tani jam i kënaqur, nuk është se po them, mund të bëja diçka ndryshe që të kisha një lloj po themi një lloj drejtimi tjetër, po që. Si profesion në Shqipëri plot? Kush? Kalkulimi? Me thënë drejtën ekziston, po me çka kam dëgjuar unë nga ata kolegët e mi, nga shokët e mi, domethënë është i integruar në një punë tjetër, domethënë ka në Shqipëri ke parasysh një njerëz që i bën 100 gjëra dhe s'bën asgjë. Domethënë është inxhinieri i zbatimit, pa inxhinieri i zbatimit bën pak kalkulim. Po ai bën edhe pak arkitekturë, po bën edhe pak arkitekti bën edhe pak zbatim, domethënë. Dhe janë çik për çka kam dëgjuar unë tani, po që kalkulator, domethënë po themi që merret 100% me këtë punë, nuk e dia ekziston. Jo, se kam dëgjuar, domethënë, se është ndryshe ai që bëj unë, domethënë bëhet kudo. Po. Janë ato lloj mënyre se si bëhet këtu, se
të vendosa ndryshe atje në zbatimi në Shqipëri është shumë keq. Domethënë, më shumë se jam zbatim tash. Unë ngatroj me herën e kaluar, unë jam në menaxhim me menaxhim zbatim, po gjithsesi jo, ngatroj gjithmonë atë përpara, se përpara ka qenë zbatim, domethënë tani edhe se u bë 2 vite menaxhim, domethënë zbatimi vjen në mendja. Nuk e di se ke pas tipo, unë shumë asnjëherë s'kam pasur zbatimin. Edhe pse është lidhur me çdo gjë, domethënë, nëse ke experience në zbatim, mund të punosh në çdo fushë tjetër, mund të punosh më mirë. Mund të jesh domethënë edhe planifikues më i mirë, edhe kalkulator më i mirë, mundi që ti zbatim në një mirë, sepse ajo është praktika. Kështu që e vetmja gjë që mund të pendohem pak është kjo që nuk kam mbledh experience në dur në zbatim, nuk kam atë, ndoshta duhet kisha bërë më shumë praktika apo diçka tjetër. Ajo rikuperohet. Mungon pak ajo touch i përditshmërisë dhe këtyre gjërave të vogla që atë aty ku teoria s'mjafton, mund të dish gjërat, mund të bësh llogari sa duash kur nuk e njeh, kur nuk e parë diçka të zbatohet është pak e vështirë apo. Normalisht, e kupton, po siç e kemi ne, që kemi edhe këto pjesët e kalkulimit si të formosh ofertën, domethënë pavarësisht se ne merrem me negociata gjithë kohës dhe dim ku është tregu për momentin, po është tjetër gjë të bësh negociatat kur kjo po ndodh, tjetër gjë kur ta llogarisësh përpara se ti nuk ke atë informacion që kam unë për momentin aty në atë lloj, në atë dhom mes 5 njerëzve, domethënë. Si do ecë ajo negociatë, kështu që prandaj është e vështirë, po mendoj se pjesa për sa i përket zbatimit është e rekuperuar. Është një çik the hard way, e kupton se duhet dalësh nga zona e komfortit, duhet vesh të marrësh makinën për shembull, udhëtosh me nga të tjerë ta shohësh çfarë si bëhet, qysh tek të flasësh me. Isha ato çizmet me balt edhe ajo është ideja se kur flet me këto formenët për shembull me këto teknikë ose me ndonjë nga ato pushera që kanë thënë, zakonisht të thonë shumë. Do të sa zgjat kjo, do të ti e ke llogaritur një gjë ku dëgjon 1 kilometër, 10 ditë për shembull, ajo që plako 12 ditë i ka vdekur domethënë. Edhe di që për tjetrën 12 ditë domethënë të vdekura, aty se ti në kufi do llogarisë gjithmonë, domethënë e di që jo 10, po 12 sepse 1 2 3 4 veta, nga 4 veta 3 thanë 12, kështu që 12 marrin. Po këto janë gjëra që vijnë. I ka profesionin. I ka profesionin. Mese i vjen edhe një çik të palagu, kështu plako se është një llogari llaj e jep aty edhe. Të palagu po kur të vjen pastaj më vonë fatura, kuptimin që ai thotë, Çfarë ke llogari? Sa ke shkruar aty 1 2 3 4, hajde më shpjegoj çik. Se ti kjo është e keqja, domethënë është punë shumë përgjegjësi. Unë të po shikoj deri tani për fat mirë nuk kam si jam djegur shumë, nuk kam bërë në një gaf, po themi që ka pas në një efekt shumë negativ. Shpresoj që jo, po që mund të vijmë në çdo kohë, domethënë ti shkon me atë mendim që gjithkohon mund të vijë njëri trokasin derën tënde dhe të thotë atë zeron më që ke harruar aty. Po, jo, nuk diskutohet fare. Shikoj, unë kam arritur në konkluzionin e kohës fundit, domethënë që ndryshe nga çdo beson se është një beson që konstruktori ka një përgjegjësi më të madhe. Të paktën këtu në Gjermani mënyrën se si janë të formuluar kontratat, konstruktori ka përgjegjësi më të vogël, domethënë sepse këto në kontraktorët ose inxhinieri zbatues nga kjo firma në kontraktorë që do vi të bëjë ndërtimin e ka për detyrim të kontrollojë planin e tij. Kështu që nëse ai ka futur kod, ky e ka për patjetër e mirë. E ka për detyrim, domethënë, kështu që ai teorikisht është dakord, po shikoj, ti unë në këtë rast nuk kam përgjegjësi ndaj palës tjetër, unë kam përgjegjësi ndaj palës time. Sepse nuk më vjen pala tjetër mund të më kërkoj llogari. Mu për shembull kërkon llogari shefi im se më thotë i ke bërë dëm firmës time këtë rast. Kështu që po ne vishim na vjen nga katranta. Ne s'ka gjë ne. Ti duhet të marrësh në gjithkohë kështu. Muroj kështu. Get the fuck away from me. Si e me vetmbrojtjen me këto karakter një mirë? Ne kemi lënë këtë e fundit, po duhet ta rekuperojmë prapë. Jo, është battleground dhe gjithë kohës e plako. Sa në çdo meeting, në çdo negociatje do të ruash vetëm domethënë nga shikoj. Ai që mund të them një gjë unë që kam bërë tani nga sa i bie 4 vite eksperiencë është pëlqen përgjithësi marrëdhënia që krijon një gjerman si punëdhënës. Ty si punëmarrës. Dhe duhet thënë që nuk është po themi kjo që e taking for granted këtë gjë domethënë. Kjo gjë nuk është dot. Kur gjithandaj në Gjermani me çka kanë bërë edhe nga çfarë dëgjoj lart e poshtë është goxha e mirë, domethënë tek ne për shembull është kjo filozofia që
të gjithë për një dhe një për gjithë, kuptimin që tek ne thuhet shpesh në për ato takimet e timit, që nëse njëri bën gabim, nuk do i drejtohet asnjëherë gishtit do thuhet ti i bëre. Por të punojmë të gjithë që ti të përmirësohesh, edhe të gjithë duhet ndihmojnë njëri tjetrin, po themi, unë kur kam një pyetje shkoj te një koleg, edhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që ai s'më shpërgjigj. Po. Domethënë e njëjta gjë ndodh edhe kur vinte tek unë për çështje më shumë teknike, domethënë sepse është kjo gjë që moshë e vjetër nuk e di tek ty si është, po tek unë në përgjithësi besoj kanë çik problem pjesë e kompjuterave, programet e këto gjëra. Edhe atë gjë që ne e mësojmë për ku diun për 6 muaj program 3, ata mund të rinë në vite të tëra dhe kanë atë mënyrën e tyre dhe nuk dalin nga ajo, e kupton, është shumë çuditshme. Aty që mua më ka mësuar profesionin, inxhinieri që mua më ka mësuar profesionin, më ka mësuar gjithë ato control string, control Z, control F, domethënë me romshpia, ishte kështu një romanticitet profesional domethënë. Po, shikoj, çdo gjë simbiozësh, e kupton. Ishte shumë jep diçka me diçka. Ishte më e bukur për atë. Sa i gjithë ato që unë thash, i shkruajti me një letër. Të gjitha ato në kënd. Ishte shumë e bukur një moment, domethënë edhe sa. Pastaj e laminoi dhe e vurin në kornizë. E vuri tek ekrani. Kosh që shihon ta me pinapat, edhe ne vuri tek ekrani atje domethënë, edhe po edhe mostaroj se kupton pak demencë, kupton. Jo, ishte 63 vjeç, këtu para 4 vitesh. Tomasiani, përshëndesim Tomasianin. Para gjë. Jo, ai ka qenë si ta xhaxha shqiptar, që ishte kështu si ushtarak, si general, domethënë ishte çik i bezdisur nga ajo ana, por kishte i durim të jepte informacionin e saktë. Të bënte çik kështu beshef tek terapi, po që në masa të pranueshme dhe të nevojshme të gjithkohës, domethënë që të kuptosh që you need to be humble të gjithkohës, domethënë ta kuptosh që janë dhe këto gjërat e tjera për të bërë vetëm ajo gjë e bukur që të jep satisfaksionin, por ka edhe këtë gjë email, ka llogari idiote, ka eksperiencë shumë e mirë ajo. Unë jam një nga ata persona që rrallë kam pasur të rrallë. Asnjë eksperiencë negative nuk kam pasur me ata për të cilët unë kam punuar këtu, domethënë gjerman. Se ka shumë njerëz që kanë shumë eksperiencë negative, jo gjermanë janë kështu gjermanë ashtu. Unë s'kam pasur asnjë tani. Ka nga të gjitha llojet, po. Unë tani ne çfarë mund të bëjmë? Ne vetëm një që mund të bëjmë është ta krahasojmë me Shqipërinë, se kemi tani pikë referimi tjetër. Edhe në Shqipëri nuk di njëri, po themi, në shoqërinë time që nuk kanë kohë për punën, për kushtet e punës, për mënyrën se si shfrytëzohen ndonjëherë. Domethënë është e çuditshme. Dhe kjo është pikë referimit, ose tani nuk e di, po të vi zvicerani krahasohet me ne mbase janë më mirë, nuk e di tani se si janë ato, po që është gjë relative në fundit. Megjithatë, mos çajmë te kjo pjesë, nuk është keq apo jo. Jo, nuk çajmë fare. Nuk çajmë fare. Unë thjesht ato gjërat nga vetja ime shumë pak i kam, po gjëra kolegë të tjerë, domethënë shumë që kanë në këtë pjesë burokracive, që do veshte njëri, do veshte tjetri, këta e kanë pak të gjatë që mund ta bënin. Mendoj unë mund ta bënin pak më shumë shqiptar që domethënë ta bënin pak shumë me rrugë të shkurtra, por që përderisa funksionon plako nuk mund të qajemi në asnjë. E vërtet, domethënë, kjo pjesa burokracitë dhe ky digitalizimi, domethënë, që duhet thjeshtësuar pak disa gjëra, dinozaura akoma plak. Nuk është aty ku duhet. Është shumë i avashtë edhe problematika numër 1 është të gjithë brezi vjetër nuk e pranon plak. Nuk ka asnjë lloj besimi në asnjë lloj forme digitalizimi, domethënë. Unë kam të tjerë të firmave të tjera për shembull nga ana e investitorëve që edhe WhatsApp nuk duan të përdorin. Unë them, "Ore, më duhet kjo gjëja", i them arkitektëve për shembull, mos duan të përmendim në firmën që më duhet ky detajli. Po më duhet tani, e kupton, sepse unë jam me çunat që bëjnë gipsin, domethënë, do ta mbarojmë për momentin, to më dërgoj me email. Unë mund ta dërgoj me WhatsApp ty, ti mund të më kthesh përgjigje në sekondash. Thjesht gjëra të panevojshme, domethënë që s'e di. Ja bëjnë vetes më të vështirë se sa duhet të jetë. Se ekziston si mjet. Është free. Pse se përdor? Çështja, ku diu më, është çështje më shumë inercie. Domethënë shumica e gjërave me çfarë shikoj i bëjnë sepse kështu i kanë bërë gjithmonë. I kanë bërë gjithmonë, domethënë e shikoj tek ne për shembull punë kemi program 3 që është futur vitin e fundit. Dhe shumë kolegë të mit, edhe pse janë patjetër shumë kalkulator më të mirë se unë, sepse kanë eksperiencë më shumë, kanë shumë njohuri, e kanë shumë vështirë të ndryshojnë, për shembull të shkojnë nga programi i vjetër tek i riu.
që në fakt përdorimi i programit është pjesa më e thjeshtë në atë pjesë. Ti duhet mësosh siç mëson Excelin, mëson ku diun në çdo lloj programi këtë botë, edhe ai një lloj programi është që të mëson si të bësh ato punët e përditshme. Normalisht. Dhe nuk është se nuk e mësojnë dot, se nuk kanë ndonjë vështirësi të madhe. Nuk duan të mësojnë. Domethënë është qasje, është një lloj Einstein, një lloj qasje që ata e kanë tru që unë jam mësuar me këtë lloj pune dhe e kam vështirë ndryshoj. Domethënë çdo gjë me mësim, nuk ka. Ne kemi pasur një rast, unë puna ana kundër, unë jam ai që ju dërgoj juve ato gjëra që do të bëni ofertat edhe ne kemi një program për të dëgjuar Kozuno. Po, e kam dëgjuar. Po. Nuk e kemi sponsor, të vizorë Kozunos. Nuk sponsor. Po e di sa ka qenë e keqe kur u fut te firma në fillim ta 4 vjetrit, domethënë ishin që what the fuck is this piece of shit, domethënë Kozovas. Edhe kur fillon që shpjegova unë për shkakun se unë nuk e përdor mirë proficiency në smerën fare me tonë. Pas ata goca tani që ikën gocat do t'i bëjmë vetë këto gjëra të byros. Po që nga që ishim punë shumë vetëm dërgoj gjëra si më marr fare, po që e kuptoj principi është shumë i thjeshtë dhe jashtëzakonisht shumë i mirë se kishte database-in regjistruar me një klik, e dërgoj domethënë 200 vetave po doje, pa asnjë lloj problemi. Këta kishin vdekje plako interfejsin, të futeshin në browser, domethënë të hapnin atë dhe të klikonin ato e kishin më mirë të dërgonin email tek çdo lloj individi, sesa, domethënë thjesht klikonin ato dhe ta dërgonin. Ishte shumë nuk e di. Është ai si software është shumë i mirë. Po. Ka sjell shumë gjëra për shkakun që kurse kohën në një lloj mënyre që është shumë herë përpara, domethënë nuk e di se si s'ka pasur një hap para se të vijë atje. Domethënë ka ecur shumë përpara. Edhe kjo është problematik, besoj e përgjithshme jo vetëm kushtet e punës, por është në një lloj po themi dhe shoqërie, ke parasysh idenë e comfort zonit, domethënë që ti je në një lloj zone të rehatshme që nuk do ta vrasësh shumë trurin për diçka. E bën në mënyrë automatike një proces. Po edhe ndryshimi është shumë i vështirë ndonjëherë. Edhe shtuar kësaj është ajo që kemi diskutuar edhe me Nerius, domethënë që janë shumë persona që janë të tjerë dhe kanë të mënyrën e tyre, domethënë dhe kanë të tyren që zotërojnë dhe nuk duan ta ndryshojnë pra asnjë lloj gjë, domethënë se i duket sigurisht ajo është baraz me veten e tyre, domethënë. Që është shumë negative. Domethënë se jo çdo lloj mënyre e vjetër do ta kemi parasysh funksionon për këto të reja, domethënë. Është vërtet, po është shiko, aftësia për të përshtatur edhe për të ndryshuar është virtyt tek njeriu që nuk e kanë gjithë, domethënë. Kështu që sidomos patjetër me kalimin e kohës vjen duke ulur, domethënë sa pra ne po themi ne që mosha e treta, mosha e vjetër. Është edhe mund të jetë natyrale në një farë mënyrë, domethënë e kuptueshme. Problemi që kanë pasur ata që kanë pasur te puna e parë, domethënë ku marr bazat ishte që unë bëja në një gjë që bëja shumë thjesht, domethënë, se rije, unë kam gjithmonë, domethënë që kur marr një detyrë e lexoj, rin, ta kuptoj ç'a bëhet fjalë. Po. Dhe pastaj gjej një mënyrë më të shkurtër të mundshme që unë duhet atje, domethënë. Aty vite vdekje plak. Edhe unë detyrën e parë fare që kam pasur ka qenë A3 A4 nëntor 2019. Detyrën e parë do të bëja edhe për llogaritja aufmas në teren brenda izolimi i platesë. Poshtë, po ajo ishte me 4 nivele të ndryshme, domethënë, dhe kishte ca gropa që duheshin llogaritur ndryshe. Edhe unë pash atje, mora planin, e kupton, e printova atë A3 planin, domethënë bëra ca vija atje dhe kur i mora gjitha masat nga plani, edhe për të bërë check-up, thjesht masa 3-4 herë, kupton. Haut hin. Po. Në qoftë se këto kështu si probza domethënë funksionojnë, nuk do mas gjithëm. Vjen vdekja atë, jo, po pse si marrë më dërguan si legend për si masa gjitha, pastaj para vetëm se më thanë ata që marrin nga e para. Ndryshimi ishte minimal, ishte me u kalitë pak, bëre pak lëvizje, pak sport. Bërëm pak sport atje domethënë, unë njohëm atë nëntorin gjerman, me vetëm. Por e ke dëgjuar ti, nuk e di, domethënë ka shumë muaj qarkullon si ide ose në vite se Suedia e ka implementuar. Po në Gjermani thuhet në 2024 do fillojnë ta implementojnë pjesërisht javën me 4 ditë. Nuk e di ke dëgjuar. Ti je kundër kësaj, ëh? Normalisht. Unë jam kundër çdo lloj gjëje që vjen nga shteti për këtë lloj gjë. Vendos firma vet. Sepse vendos ti si shtet do punoj 4 ditë. Po ai që do punoj 5 ditë. Firma mund të vendosë që ti mos punosh 40 orë, punosh 60 orë. Mos puno për hajde.
Po, firmat që janë në profesionin tonë nuk e vendosin dot ato vetë. Duhet një Sepse jo po vendos lloj. sindikata, se vendos shteti. Po. Ty rrogën e gjitha këto nuk i ka vendosur shteti. Janë firma të tjera Dakor. që punëtorët e të cilave janë sindikata dhe në bazë të atyre në mënyrë pasive janë rrogat tona, kushtet e tjera të tjera. Nuk e vendos firma, vendos tregu, paka shumë. Po pikërisht. Po themi kështu paka shumë. Po të flasim për punëtor McDonald's, po, të jap të drejtë aty. Po, thoj aty do punoj me 4 ditë ata lodhe. Për kushtet e punës, për orët që ti do punosh, për sasinë e pushimeve që ti merr në vit, minimumin që ekziston. Vendoset nga lart, ka një rregullator që të thotë për shembull se firma mund të thotë 50 pushim në vit, aq ke drejt. Pranohet ti. Nëse e bën njëri do bëj tjetri, se ka. Jo, po shiko, këtë në bazë do thotë, kjo Okej, se po ngatrojmë tani. Tjetër gjë ato politika sociale të pushimeve, tjetër gjë të punosh 4 ditë në javë. Ti si mendon për 4 ditë në javë? Që ta di dhe unë çan qendrimi ke ti që të debatojmë. Me thënë drejtën, 4 ditë në javë nuk e di a është mënyra më e mirë. Unë jam më shumë për atë 5 ditë në javë, po 6 orë në ditë. Ose 7 orë në ditë. Domethënë, të ulet pak sasi e orëve në ditë, po mos të punoj më shumë. Nuk e di, duhet provuar, se më provuar është më mirë, po që për shembull ka shumë, domethënë, sasi e orëve që njerëzit punojnë një javë janë diku ndërmjet 35 dhe 40 dhe 42, po themi. Kjo është mesatarja. Ti mund të punosh 40 orë në javë, dakor? Mund të punosh 40 orë në javë, po të punosh 8 orë në ditë. Se kështu është normal, 8 5 40. Por mund të punosh 9 orë gjysmë në ditë, po themi, dhe të punosh 4 ditë në javë. Edhe është pak a shumë e njëjta gjë si orë, i thon 38 orë më duket. Domethënë, se si e ndan ti orën, nuk ka rëndësi. Për mua më e rëndësishme është eficienca në punë. Kjo është gjë e rëndësishme që firmat nuk japin rëndësi kësaj gjëje. Tek ne ka shumë njerëz për shembull. Domethënë, nuk si japin rëndësi. Jo, ka shumë njerëz që mund trin aty 9 orë ose 10 orë në punë, sepse nuk janë detyruar të trinë, por me eficiencë e tyre shumë e ulët. Punojnë 4 orë, po themi, po ta marrin. Edhe po i kapin 4 orë. Unë kam inatë ato. Unë për shembull e kam më mirë punoj gjithkohon, ama punoj 6 orë, po themi, po ama punoj gjithkohon, sa të rrit të mbaskoj me muhabete me këtë gjë. Nëse do muhabet me rreth, si kontinuar në gjysmë në shtëpi, vllai, unë kam punuar si kafsh deri në 1 gjysmë. Dakor, po kohën që të ngelet, ti mund të punosh gjithkohon, po ma kohën që të ngelet e punosh më e përdor për të bërë gjëra të tjera gjatë ditës, për të shplodhur ose gjëra të tua, nuk ka rëndësi. E kupton domethënë sa kohë vetë në punë vetëm me gjëra të nuk e di se si e ke ti domethënë, ne kemi atë 160 orë, sa është ajo, nuk e di 140 si është ajo që kemi ne 5 ditë në javë edhe gjithë ato. Ajo është 40 orë në javë, pra. Kështu është. 40 orë në javë që kemi ne domethënë. Kaq e kanë me 36. Kaq e kanë me 45 pra. Po. Po që unë nuk kam njohur një që është, le të themi, sipas kuptimit tim i aftë, që i bën 40 orë, asnjë si bën 40 orë. Gjithmonë pak punë. Jo, të unë ka që bëjnë më shumë, punë sa punojnë. Ora ideja është që ata po them, prandaj them sipas kuptimit tim, ata që janë të mirë. Po. Unë ka pasur shumë ditë ka pasur që unë kam mbajtur me 6:30 atje, dhe në 6:30 kam lënë. Po ka edhe ditë të tjera për shembull, në një lecën sa vllai. Dakor. E kupton? Në një i bëj gjitha gjërat e mia. Kjo është e mirë e punës ose nuk kemi punë konstante. Nuk kemi të njëjtën sasi pune gjithkohon. Unë për shembull ka javë që s'kam fare punë, ka javë që mund të rritet 60 orë dhe s'mbaroj. Kupton? Edhe është po kjo është problematika kur e thot shteti për shembull, për shkak se ne nuk punojmë dot të shtunave, janë disa procese që unë më duhet të kontrolloj të shtunave, edhe unë nga kontrata nuk e bëj dot, se është e pa lejuar për mua të jem atje të shtunën. Po. Por punëtorët punojnë të shtunën. Po, paguan me rrogë më të lartë. Nëse paguan varësi kanë kontratën në kontraktori atë. Paguan më të lartë. Jo, se punon deri në 2, po punove deri në 2 nuk paguhesh. Dakor, po nëse punon fundjavë, quhet orë fundjavë ajo dhe ka atë shtesë. Jo, për paguar bashkë për mua dhe ti. Ne kemi të drejta, ata s'kan drejta plot. Ata deri në orën 14:00 të shtunave janë në rrogë një. Unë mendoj që e kanë edhe në fundjavë ka tjetër shtesë, nëse punon natën ka tjetër ato janë më të komplikuara por sepse ata paguajnë me orë, nuk paguajnë me rrogë fikse si ndërti. Flasim për film gjermane, ka tjetër pagesë që sa i punon një ditë që është fest. Po. E kupton? Jo, ato nuk diskutohet fare. Unë mos them për të shtunat nga ora 7 deri në orën 4 nuk ka ç'është lejë. Të paktën neve nuk na vjen në një faturë, domethënë që do na paguash këtë. Kjo, sepse po ju i rripeni punëtorët. Jo, s'është ideja, unë s'kam punëtor fare.
menaxhoj firmat që kanë punëtor. E kuptoj. Por që ideja se si e kanë kontratën ata është që ti të punosh, e ke ditë pune. E shtuna është ditë pune në Gjermani akoma. Pavarësisht se ne e kemi në kontratë jo ditë pune, edhe ti dhe unë. Po. Po shtuna vetë është ditë pune. Kështu që nuk merr shtesa. Të shtunave deri në orën 2 si 6 orë është shtuna, nuk është 8. Domethënë, për 6 orë nuk merr asnjë lloj shtese, domethënë, në të gjitha vendet e tjera. Ideja problematika ku e shoh fundo që do implementojnë 4 ditë tash unë gjaka, po ti je freelancer, për shembull, mund të shkoj edhe diell atje. Po mund të shkoj freelancer tunën ku dua unë, domethënë se shkoj ai. Po e bën kur duash, atë. Kurse firma ime më thotë mua që ti nuk duhet të dukesh, për shembull, një politikë të brendshme që e kemi ne është mundësisht, nëse është feasible e bëshme, nuk do të jesh fare në kantinën basorës 4 sepse mësojnë keq ata, edhe kërkojnë gjithkohës. Tani, edhe njëta gjë me të shtunën. Por nuk e di kanë treguar, kemi pasur një rast në Shpandau andaj poshtë, më thonë ca vila që bënim, ato janë betonimi i fundit është bërë 28 dhjetor. Super ngric. Super ngric, domethënë atë duhet të kontrollohet. Tash unë duhet të kontrolloj ato, sepse investitori thotë që ti do të kontrollosh atë inxhinierin tjetër që ai që ka ajo gjë që ka dokumentuar ai është saktë, edhe që betoni nuk do të çahet nga ngrica. Unë si ta kontrolloj këtë, kur mua më është ndaluar ti ma jep, domethënë për shkak të politikave të brendshme. Edhe kur ti thua tani që do bëjmë 4 ditë në industrinë që jemi ne, është e papranueshme fare kjo. Ne xha vuajmë që shumë nga këto montërët me montuesit e këtyre kaloriferëve, ajrimi, tuba gjërave punojnë nga hëna në të njëjtë. Po. E ata kur mund të bësh një kështu, një gjë emergjencë, të ndryshosh kontratën që të fillojnë të punojnë të premten ose edhe të shtunën. Të shtunën harojnë një herë për ta. Të shtunën punojnë ata shkëtë që bëjnë beton e tunë apo që. Ideja është që do bëhet me ligj tash, ti nuk ke asnjë lloj bazamenti që ti thuash ore vëlla më duhet 5 ditë. Se janë procese se harojnë diçka ne. Janë disa procese në ndërtim për shembull, që kërkojnë 7 ditë. Për shembull, kemi e si thon esrish në Shqip, sa kam idën fare. Rasum se di, po që di për shkak. Është diçka që hidhesh 2 mes sipër domethënë, po ajo si poshtë nuk ka kalorifer apo ka fuspot në hajtun që i bie ngrohje në 2 mes. Po. Tani kjo duhet nxehur. Mbasi bëhet, kjo duhet nxehur 7 ditë, 14 ditë, 21 ditë. Po ongoing, domethënë. Që ti do të paguash dikë që një sekondë, se ti po flet për gjëra shumë konkrete. Po flet për fushën ku punon ti, ne po flasim përgjithësi për punëdhënësin që punon në shtet, për atë që punon. Po ndodh për ditën plak. Më dakord, sepse ai që punon shtunë do punojë të premten. Domethënë do e bëj punën prapë nëse duhet bërë. Nuk, domethënë un po flas sepse ideja mbasaj është kjo. Të paktën në Suedi kam lexuar që ka qenë kjo ide që domethënë ulen orët e punës që njerëzit kenë më shumë kohë për familjen. Kjo ka qenë si piknisja, po themi në Suedi, nuk e di për çfarë. Okej. Nuk e di kush është, po themi, ai argumentimi që ndron mbrapa këtu, po besoj kjo gjë duhet të jetë. Domethënë që ti të kesh më shumë kohë. Për mendimin tim, domethënë un po të kem një firmën time. Në qoftë se e di që punëtori punon 6 orë, ama punon me eficiencë shumë të lartë, po them gjithkohon se tani nuk mund të marrësh frymën, po punon me eficiencë shumë të lartë, për mua mjafton. Qoftë ai e bën punën. Nuk më intereson njerëz se rin 10 orë, por rin kot. Nuk do të thoja unë. Më thënë duhet firmat duhet të merren më shumë eficiencën e punës, edhe jam i sigurt që puna do bëhet po njësoj, sepse nëse ti ke 6 orë punë, jo ti, po them një që punon në shtet dhe do bëj ca në shkresurina. Dhe ka 6 orë punë, do punoj më shpejt, do punoj më saktë, nuk do merret me muhabete, nuk do pi kafe, e kupton? Domethënë do bëhet puna prapë. Po mirë, po puna do bëhet prapë sa i di që në orën 2 duhet iki. Shiko, dëgjoj vllai, se ne jemi në terren, domethënë, janë disa gjëra që pavarësisht se jemi në Gjermani, nuk bëhen për nuk pive një kafe. Po më thotë se parasysh. Nëse ti do traki me kafe. Nëse ti e ke llogaritur atë, ku dëgjon 600.000 euro, dhe ai do ishte 650 pa pirë një kafe, unë nuk e çoj dot 620 atë. Një sekondë zotri, ai do pi kafe, nuk po them që do pi kafe në gjatë punës, ose do bëj më shkurtër pushimin e kafes, do bëj më shkurtër pushimin e muhabetit. Domethënë s'ka provë për të. Do jetë më eficient në punën që bën. Po ku është prova? Nuk ka provë se nuk ka test, nuk është provuar. Po themi, kjo është do gjën o plak, si është teori, kjo është ideja. Nuk ka më punë ai shumë sa kishte për këta të tjerë, domethënë. Kjo nuk na prekën e fare, nëse ne po flasim nga një pozicion, domethënë që jemi të pandikuar deri diku se unë
indirekt e kam një kontratë të tillë, domethënë që 6 orë kam për atë punë. Nuk është më as nuk më pyet as kur hiki, as kur vete, domethënë nuk merr njëri fare me mua, as kur vajta, as kur fillova. Pikërisht, ka njerëz si punojnë, nuk e di sa e kontratën tipo, këtë quhet kontratë 75%. Kontrata 75% që ekziston tani, kjo është 75%. Njerëz që për shembull kanë fëmijë, kanë pasur kolektë që kanë fëmijë dhe punojnë vetëm 75% kohës, domethënë 6 orë në ditë. Aq punojnë, dhe në orën 2 ikin. Punë se kanë. Dhe kolektë të tillë që kanë pasur, nga ajo që kam ndjerë, nuk është se kanë bërë pak projekte, nuk është se kanë bërë pak punë. Ajo që ishin, ajo që shikojnë të ata ishin më eficient, ishin më në punë, ishin më prezent, lëvizin sepse ishte ajo ide që duke qenë më pak kohë duhet ta mbaronte punën ai deri në 2. Ta them unë, kjo si mendoj unë këtë gjë. Kjo është si të japësh një paracetamol kur robi ka migrenë. Kjo është idioci fare plak. Unë mendoj se nëse ata do duan të ja dinë për punëtojnë, do të ndryshojë komplet sistemi i vlerësimit punëtorit. E ke parasysh? Shumica e punëve, të themi të drejtën, nuk matet dot me kohën që është. Një po të japim një rastin tim. Në 2014 erdha unë në fund në mezi 2015 fillova të punoja. E punoja në supermarket, që lete kam mbushja ato. Tani unë 5 orë ja, unë 5 orë ndaj tjetri. Unë mbushja 10 rafte domethënë. E disa i natë më vinte vëlla me rrobë shtëpie. Sa ja vasha, një tani, një pastaj. Si do ndryshosh ta? Po si e ndryshon me matje pla. Pra, në atë profesion është më e vështirë, por profesionat e mëdha është shumë më e thjeshtë. Ta masësh, domethënë performancën. Jo, e zëm se ka një mënyrë për ta marrë performancën. Atëherë çfarë do bësh? Do ta bësh dhe pagesën në bazë performancës. Ato janë dakord. Po pra. Këtu ta jap dorën. Në rregull. U pajtuam. Pa gazakun. Po kjo pastaj, dakord jam me ty, po kjo është pak ideale sepse është ideale fare. Jo, sepse është vështirë ta masësh. Kjo është e gjitha. Domethënë, atë të them. Ka punë që janë të mashme, ne do flasim për ne të dy, është shumë thjesht e matshme. Po nuk i intereson firmës, se do paguajmë shumë lehtë. Se njëri do bëhet më produktiv, që do marrë atë që i takon. Kurse kur vjen puna në supermarket, në një punë që le të themi fatkeqësisht rëndomta, domethënë, për mos të thënë fjalë të tjera, është pak e vështirë. Se duhet të kesh gjatë kohës një njerëz që do masi atë. Njëgon, se për shembull të funksionari shqiptar marrë të kollajër. Funksionari shqiptar për shembull mama ime për shembull bën 3000 gjëra. Marrë të valla, se e kupton, ai sa ka marrë, ka bërë, ka bërë kaq. Ajo është shumë thjesht e matshme. Kurse një person që punon në supermarket mbush rafte, gjatë kohës një andej një këtej apo po fora çik me klientin, apo bëra këtë, është e vështirë e matshme. Prandaj nga sipër vijnë këto ndryshimet e mëdha, se këto implementojnë gjithmonë në puna të mira, nuk implementohen në puna të këqija. Se gjermanët tu kanë të drejta pafundër, po punon në ndërtimin e diun, me çfarë drejtash punojnë, edhe si punojnë për atë punë, me çfarë lloj sigurie, me çfarë lloj kushtesh etj. Pavarësisht se jemi në Gjermani. Kështu që duhet dhënë shembullin nga sipër për shembull që të jetë me përqindje. Puna që bën ti është shumë e thjeshtë e vlerësueshme me përqindje. Do bësh edhe kalkulimin, do kesh një X% të vlerës kalkulimit, kaq. Ose për çdo projekt që bën, për shembull, mund të matet me sasi projektesh. Njerëz që punojnë me projekte, kështu, kjo është arsyeja në fund pse është rritur numri njerëzve që punojnë si freelancer apo jo. Çfarë është freelancer? Domethënë ti ato punë që e bën me rrok fikse, ti nuk paguhesh për në njësinë e kohës, o paguhesh në njësinë e punëve që bën, po them, ja. Kështu që nuk ishte do ta baj larg shtetin nga këto lloj gjëra, se kupton se s'dua të futi unë se ku do që futet unë në shteti plakot nuk e di do rritet ndonjë gjë. Nëse bëhet 4 ditë pune, do ulet në një pension, do bëhet në dallit në mbrapa, e kupton? Dakor, po varet çfarë ndërhyrje bën. Se unë mendoj gjithmonë shteti duhet të jetë nuk duhet ndërhym shumë, po duhet ndërhyj aq sa të vendos disa rregulla bazë që ne të kemi, po themi, që na mbroj dikush, pra duhet një lloj rregullatori mbi ne, që i thot punëdhënësit, që atë punë marsin duhet japësh 1 2 3 4 5 gjëra bazë. Në çfarë baze ti zotëri dashur e jep me çfarë baze mund t'i vëj seri ti thoj punëdhënësit ta bësh 4 ditë nga 5 ditë. Çfarë baze morale ose shkencore ka shteti që i thoj atij duhet punojnë 4 ditë? Pas morale ose shkencore. Do të thënë ishte ajo që folëm që mund të thotë është më e mirë për punëdhënësin nëse ai ka shumë kohë të lirë. Po themi, ai është më produktiv. Për shembull, është kjo ideja që është futur kohët e fundit që shumë firmat ofrojnë një sasi të caktuar orë sporti që i paguajnë për ty.
pse ndodh kjo, se një punonjës që bën shumë sport, themi është më i shëndetshëm, është më produktiv në punë. Se ti je pozitiv shumë për këto gjëra. Unë mendoj që këta i bëjnë të orët e sportit edhe fruta edhe kafe edhe ushqime falas për mos paguar ato rrogat e 13, rrogat e 14 që paguajnë atëherë. Mos ato i paguan si çeçu ata, nuk është edhe nuk dyshon po. Nëse kjo është jam dakord me këtë pjesa që nuk është provuar akoma, nuk mund të flasim, ne flasim teori, jo. Duhet provuar që të themi si funksionon apo jo. Po që 4 ditë që dhe mua nuk më duket zgjidhja më e dur, me thënë drejtën. Mbase unë jam shumë utopik për to. Unë në princip, domethënë që do jetoj në një lloj utopie që çdo lloj profesioni do të kishte mundësinë e tillë. Unë do të punosh 7 ditë në javë. Si do të punosh për shembull, do punosh 1 orë të dielën. 1 orë do të vesh të dielën ta tjedhësh një sy të ikësh. Si do të jetë ndaluar? Atë e punon freelancer. Po i pavarur, punon. Ideja është të ke puna e freelancerit është që fatkeqësisht asnjë lloj sistemi shkollor nuk po të përgatitur për të qenë freelancer. As në Gjermani, as në Angli, as në Amerikë. Dakor, por asnjë nuk të përgatitur. Nuk e përjashton sistemi shkollor. Kuptimin që ti prap mund ta bësh, nuk është. E përjashton në mënyrë kategorike plak, se sistemi shkollor nga mënyra se si është i konstruktuar, ty të bën të ulesh gjithkohës 8 orë. Se në Shqipëri jemi pak, se jemi me lizën në botë me çuditëra. Jemi më të zuar ne. Kapi më shpejt gjë. Ke parasysh po që ta të tjerë kanë 8 orë, ke parasysh. Prandaj është 9 to 5, se çon fëmijën vetëm punën 9, edhe 5 merr fëmijën e ikën shtëpi pastaj. Po unë kam 8 to 5 shumë, si bëhet. Unë zisi që përgjingë, qa ore mbaron punën, po digjon qa ore mbaron punën. Punën? Qa është jo puna? Jo, po edhe me njerëz se ishim ambet në erë në fundit, po të takojmë, të prejnë, të pas punë. O vllai, pas punën ti në 6 lë punë, në 2 inqerek isha në shtëpi vllai. Vërtet, kur ke orare ndryshme pune, është vështirë ti koordinosh gjërat. Sidomos se mund nga hiç që zemës është padau. Po drejtaj si kemi në oraret e punës fushë ndërtimit nuk është normale drejtaj. Nuk fillon puna në 7. Un kam kolegë në 6:30 janë zyrë. Kur zgjohet ai, kur ha mëngjes, kur shkon, imagjino domethënë, çfarë bën. Ralfi kolegu im plako është, ai është freelancer, selbstständig. Ai ka një lloj kulture, ai të premteve është shumë gray zone, edhe është edhe s'është. Po që unë më vinë njërë e-mailet e ati 1:30 darë, ose më vinë njërë shumë 4:30 mëngjes. I dërgoni, unë jam në CC, e kupton, thjesht jam vëzhgues i e-mailit, do me thënë që aja dërgon dikuj tjetër dhe dalin mëngjes. Dhe i bëj pyetje në fillim, kur fillova të punoj, kuriozitet do me thënë, çfarë? Unë tha rregullisht në zyrë shpetës, më vonë më keni 6:30. Sepse ai është një njeri mëngjesit apo. Një mëngjesit. Edhe unë me shumë mundësi të bëjmë. Ai vllai çfarë bën? Bën një gjë që ai nga 6:30 domethënë deri në 9. Çdo lloj pune domethënë që duhet të jetë precize. Gjërat e ka njëri në zyrë, ke parasysh është i qetë, i bën të gjitha gjërat e rëndësishme, pastaj merret më shumë, merret me mua. Merret me të tjerë që ka ndaj takim, ndaj një negociat, ndaj protokollim, ndaj gjëra këto që janë. Secili ka atë regjimin e vet. Pastaj pase diun, jam mësuar me këtë mënyrën kështu që zimi herët bëre punë shpejt edhe nëse funksionon për ata është okay. Unë kam provuar që funksionon, se unë kur fillova në fillim nga që ngarkesa nuk ishte shumë klare, për shembull. E vura re që e kupton isha mirë. Nga ora 7 për shembull që filloja 7:30, le të themi. Ora 7:30 deri në ora 10 për shembull bëra shumë punë. Po. Tani që është erë në incidenti, tani që tashmë ka çdo njeri kartë vizitën time, domethënë, ket pa mundur plak. Po vajti ora 8:30 9 filloi ata. Deri kos. Duhet kjo, më duhet ajo, bëj këtë, ses atje, ku është masa, ku është tjetri, merr atë, merr këtë, s'ka ardh ky, s'ka ardh ai, e kupton. Edhe normalisht atë shtyn kjo. Të thënë vesh, akoma as ikëm përpara të bësh ato policitë. Unë bëj unë ndaje, e kupton se si të kam përmendur më përpara, që sa unë e di që do ndodhin këto gjëra. Kështu lë punën 3. Telefoni sa hap më, vetë në shtëpi, hapi bir, edhe do i bëj nga ora 5. Do i bëj atje për 1 orë, me stresin e atyre, i bëj në shtëpi për 20 minuta, gjysmore. E di kur do ta bëj unë këtë që të jem 6 zyrë edhe të bëj këtë që thotë, kur të kem firmën time.
Aty pastaj ndryshon gjëra. Filmin tënd ke zyrën e vetë vllai. Zyrën ka. Ai shefi mua kur kishim këtë probleme me atë që tash bituam në dhjetor për të bajtur ato takimet e gjërat, merrte telefon që kishte fëmijën këtu. Edhe gabimi që bën ai që mban telefonin në një mënyrë që ka edhe fëmijën. Unë gjua dhe fëmijën e atij që kishte në krahun me atë. Ti më thoshte të bëjmë atë, papa, ich will doch eine Banane haben. Ai gjoj fëmijën më shumë, ma ka loçik babi. Ja, ajo është tjetër gjë. Ta bëjnë, po unë i bindur plako që ta mbajmë bisedën tek kjo gjëja, me që dole tek firma, jemi 8 masa të pa përgatitur për të. Jemi shumë të pa përgatitur për të sipërmarrje, për dakord me ty, po asnjë nuk do jesh i përgatitur mjaftueshëm. Çore baza të ndihesh. Mos ta them tapi biznesin gati. Sidomos këtë fushë më duket sigurisht do jetë learning by doing, nuk ka një gjë që të përgatit ty, domethënë që të bën gati ti jesh sipërmarrës. E fillon diçka edhe mëson, nuk është po themi shkencë eksakte. Në shkollë do mësohet për shkak se ti përgjigjesh një pyetje. Thjesht formati i shkollës ti je gjithkohës me tasks. Domethënë ti mësohesh të jesh një punëtor i mirë. Të ulesh, të përqendrohesh edhe kur nuk do të përqendrohesh. Por nuk të ke pasur si të shpalosësh kreativitetin, e kupton si të nxjerrësh mënyra të reja, kupton, nuk ka pasur profesorë matematike që kur ne i zgjidhja ato derivatet në mënyrën që na kishte mësuar Reseni, kjo më vinte 4 mua, se kisha përdorur mënyrën e saj. E ke parasysh? Ne është problemi i asaj pastaj. Është problem matematikës. Më mirë, po janë të gjitha bashkë, kupton, është njëta ti je i predispozuar, domethënë të një lloj behavior pattern, e kuptoj. Behavior pattern është ti zgjohesh në mëngjes, ikën tek arigja, ulesh, bën çka ke për të bërë, kur mbaron ato, ikën në shtëpi prapë dhe bën çfarë duash ti. Po s'është ky biznesi, se siç e the ti. Biznesi do të ngjas atje, edhe në 8 në darkë, edhe natën të del gjumi se ke biznesin tënd. Këto gjëra janë, nuk e di plak. Ne nuk e dim si funksionon biznesi. Ke parti në gjimnaz si funksionon biznesi? Jo, se ta e bëj. Normal që jo. Do të thënë çka kemi bërë në gjimnaz, kemi bërë ekonomi të përgjithshme, nuk është se kemi bërë business manager. E di sa taksa paguajnë në Shqipëri? Sa njerëz në Shqipëri din sa taksa paguajnë? Se kam iden, por e mëson momentin që me rrok pastaj besoj apo jo. Në Shqipëri llogaritja e rrokës bëhet neto. Jemi vetmi vend në gjithë Europën që bën llogaritë vet neto. Ke drejtë, po vërtet. Unë kam bërë përshëndesim se mi sot ka nga në Kub Podcast, është filani është doktorant në Liechtenstein. Po. Nuk e ka asnjë ide në Shqipëri se çfarë taksa paguan, për çfarë paguan. Jam shumë i bindur që minimumi me këtë mendjen time, 75%, 80%. Nuk e din fare se sa marrin bruto plak. As nuk e din. Cannot fathom it. Po. Nuk i kalon ndonjëherë mendjen sa paguhet bruto. Sa marrin dorë thotë ai, sa fusin xhep. E ke parasysh? Sa shumë bën në Shqipëri? Sa merr në dorë? Ashtu bëhet, po themi oferta apo bëhet biseda që në fillim. Po ti janë ato që bën taksat këtu për shembull, që ekziston në Shqipëri që se bën asnjëri për shembull. Nuk e mëson, as ta këtu nuk e mëson asnjë. Pse nuk ta mësosh? Pse nuk e kushton 2 orë mësimi valla? Pse nuk jep 2 orë mësimi, vetëm t'ia mësosh njerëzit që orë do dalësh në jetë, do paguash taksa, e do të bësh këtë, si quhet kjo në shqip tash? Tax form recollection, çfarë bie tjetër. Pa rëndësi ka valla. Si funksionon taksat, Po ti se di e kur. Edhe që gjithkohë me to taksa të gjitha që ndryshojnë që gjithkohë edhe updatojnë që gjithkohë, do të ketë njeriu i dinin bazë për çfarë paguan, sa paguan, për çfarë paguan. Domethënë si shmangen më. Si shmangen. Jo, po i mëson në rrugë. Po ka vend tjetër që i mëson. Ose te lokali i lagjes. Ideja është duhet të ketë disa mënyra që të thonë si të investosh, domethënë si të japësh diçka komunitetit dhe të përfitosh diçka. Nuk ka vetëm këto, ka shumë gjëra pastaj, janë shumë gjëra të jetës. E kuptoj çfarë do thuash ti ku do dalësh, domethënë janë gjërat të jetës të mëvonshme, si i rritur qoftë biznes, qoftë taksa, qoftë ku diun të drejta shoqëri, politik, fe, etj, nuk e di domethënë. Janë gjëra që ti janë ato gjëra që themi ne ti mëson jeta. Pra sigurisht që thuan ti mëson jeta. Tash zotëri dashur, ka më shumë njerëz që përdorin këtë gjë që po themi ne, se sa teoremin e Pitagorës, me gjithë dashurinë që un kam për teoremin e Pitagorës.
dakord jam me ty, po ama ka një gjë, teorinë e Pitagorës nuk të duhet ty 1/1000 që ta përdorësh në jetë. Ama teorinë e Pitagorës dhe teorinë e Thalesit e tjerë prisëm dolen në shteg tani. T'japin ty intuitën që ti të kesh një lloj qasje të caktuar mendimi për të zgjidhur problemet caktuar. Sa japin intuitën bën me taksat ato. Ta japin. Por në mënyrë shumë indirekte, pa e kuptuar. Po që është e sigurt, nëse je i mirë në matematikë, besoj edhe në taksa do të jesh më i mirë nga mesatare. Domosdoshmërisht, jo. Vëre shko, ata që janë me algebër kështu me probabilitetin, këta janë kështu çik njerëz që edhe nuk janë ai shumë enorm. Që kanë nga një ditë mangut, këndon çik zogu. Jo, që është e komplikuar plak. Do shiko, kërkon ne bindur që edhe ti kur ke marr atë parën tuaj ke kaluar, ke parë që taksa paguan etj edhe kërkon një farë domethënë do ulesh. E kupton? Dhe mendoj që është kështu, çik betrayal, domethënë që ti e kupton ato vetëm kur futesh në punë. Kur xhaj ke gishin brenda, pa filluar. E atëherë shikon që kjo është nga jeta. Kur e bëra për vetëm nuk të filloj punë tash. Edhe më thanë që kaq është llogaria. Edhe unë po gëzoje. Ishte me Skocinë dhe me Shqipërinë, ishte neto bruto 1. I thash unë i dërgoj ato bruto neto reshne. Domethënë, website-in e fut atje, e nxjerr atje. Po çante plak. What the fuck is it? Welcome to capitalism. Unë jap gjysmë shtetit. Çare. E kaloj ajo ato shokun e fillimit ose. Shok, domethënë absurd, sepse ajo nga që aty në Skoci si duket politikat janë akoma më mira se sa këtu për studentët. Domethënë zero taksa fare. Ajo kishte 90% bruto neto. Po. Domethënë kur sa është më që welcome to real life. Ka dakord, shiko, Britania e Madhe ka vërtet që ka paguar pak taksa, po me çfarë di unë bie fatura më e madhe në fund ditës sepse ke shumë shërbime sociale që do t'i paguash shumë shtrenjtë. Gjëra që këtu në Gjermani po themi s'paguan, ku diun kopshi shkolla, transporti publik i lirë apo ku diun transporti publik, muzeu, biblioteka, domethënë çan këto gjëra që e di çka kishin problem ta plak. Të jo të gjitha transportet publik aty e kanë abone. Mujore. Janë private apo janë kështu? Jo, më sem private thjesht nuk kanë abone mujore, ata blesh gjithkohës. Çdo herë që do blesh. Domethënë, me 3.5 pound një vajtje, një ardhje. Në shumë lehtë, shumë lehtë. Edhe ishte një që po e shikon mirë në fundit për një mikën e vet. Mujorja për të vajtur nga Glasgow në Edinburgh ishte 200 kusur pound. Çfarë? Që ato janë afër. Kurse A-B-ja Berlinit është 92 euro. Jo, më pak, 88 ka qenë, 92. Nëse tani e kap kjo 49 që është kjo. Nëse kjo është tjetër gjë. Po që ka qenë 90 euro po them. 90 euro. Ishte histori e bukur se më kujtu, nuk e se ti si shumë me këto futbollit domethënë, po vjet në në dimër do vinte një futbollist spanjoll te Union Berlini. Dhe u bë madhe, Isco vjen te Berlin se futbollisti i Realit domethënë, shumë i famshëm po themi. Vjen në Berlin, gjithë mediat bën të madhe. Ndërkohë ditën e fundit të merkatos, u doli lajmi që jo nuk bëhet të dilli, Isco nuk vjen, kthehet në Madrid. Dhe pse arsyeja thotë, se kishte shkuar te në Berlin këtu dhe i kishte thënë, kishte rënë dakord për 2 milionë euro rrog. Kishte dhënë 2 milionë euro bruto valla, jo neto. Edhe ai kishte kuptuar për neto rrogën dhe më thotë për gjysmën në fund, apo nuk di sa i binte. Ai këtu i bie. Edhe i tha, për gjysmën, po. Edhe nuk u bë. U kthy. Më thënë është histori, se nuk e di se e kanë në Spanjë do një gjë e tillë do ta ketë, po që thjesht për historinë bruto neto ka premtuar që do bëjmë episodin tjetër që do bëjmë me Themin, do na tregoj për proletariatin që puna jon, si të shmangim taksat, kështu që Themi I'm calling in the favor. Besoj do jetë episodi më i rëndësishëm që ai do të më shumë views, më shumë views nga të gjithë. Jo, po shiko, ai mua ma ka shpjeguar, në atë episod që kemi bërë, ma ka shpjeguar shumë sepse ose për ta thënë në mënyrë objektive ma ka shpjeguar pse ai mendon që taksa progresive është më fair se sa ajo e shesht. Okej.
Na hava nuk jam 100% I bindur, po të paktën tani Për tashmë. Shqipërinë po flasim. Kudo. Por tashmë jam me të themi e kuptoj më mirë se sa funksionon se sa e kuptoja para se të ma shpjegonte Semi. Por që nuk e kam të ndjesinë si pushteti po bën mjaftueshëm me ato lekë, domethënë që po merr, e kupton? Këtë përshtypje ka kushdo. Kjo është Tash të përshtypje se ka ai që merr 1600 euro paguan 100 euro. Jo, se që thotë që shteti s'bën mjaftueshëm. Në përgjithësi të gjithë kanë tendencën të ta mendojnë. Fiton më shumë, të dhënë më çik më shumë. Sepse ai është një lek që nuk e menaxhon, është një lek që nuk e menaxhon ti. Domethënë çdo qytetar I botës besoj, që pagun taksa, thotë, taksa unë jap shtetit. Shteti më menaxhon mua dhe I bie të paguaj për parkun që më bëhet para shtëpisë. Po ku e diun thotë ai që të gjitha ato lekët janë menaxhuar 100% si duhet dhe nuk janë keq menaxhuar. Edhe kjo është besoj di çfarë dikush problemi te kjo në ideja është se mua nuk më bin kjo pjesa e taksës progresive domethënë. Ne është sepse me taksën e shesh një që paguan një që fiton shumë, gja paguan shumë. Se për 10% nuk është se ti ke 10.000 lekë gjithë. E kupton, është 10% apo 10% asaj që apo çfarë gjithë, e kupton? Patjetër. Kurse kjo tjetra më duket çiksi domethënë që se fillon në këto shifra që thua ti vërtet përgjysmohet më. Kanë dëgjuar një anekdot, nuk e di ta vë dorën zjarr se sa e vërtet që është. Për shembull, që një kirurg shumë I famshëm në Bruksel, një miku tim, ai thoshte që mua 43% më vjen. Edhe 50 më shumë se 50% ai paguan. Detyrime. Në fund muaj, po. Ishte një sukses domethënë. Sepse ka taks progresive. How is it fair? Si është fair kjo gjë? Nuk e di tani se është një fushë që nuk është se marrë shumë, e thënë drejtën, ti futem. Asun zero, se kam ide fare, kështu që mos ngatroj me këmbët e mia, po e lëm mirë, po që nëse unë besoj që ama është mirë kur e shikon nga poshtë, në momentin që ti je student për shembull. Edhe s'pagun nga ti fare taksa apo pagun shumë pak apo nuk di se çfarë. Është mirë. Ajo, nëse do paguaje të njëjtën gjë si student, po themi 40% I 1.000 euro që merr ti me ato punë si kamarier 2 herë në javë, nuk të vjen mirë ajo, e kupton? Po. Kështu që ka një lloj sensi kur shikon nga poshtë. Ndoshta për atë lart për sipërmarrësin që fiton shumë dhe e takson shumë mbase nuk. Diku është kjo sepse ti morë një rast shumë laboratorik që funksionon, ti po merr rastin e studenti. Po. Që do vej atje. Ky studenti mbasi të kaloj këtë periudhë që përfiton nga sistemi, do vej në atë stad që do paguaj shumë për studentin tjetër. Po. Po gjithë ata tjerë që nuk kanë për të vajtur asnjë atje, që janë student. Ata ndikon mes. Për si e ke fjalën? Po, një punëtor random që merr rrogë minimale. Po. Që gjithmonë gjithë jetën e tij do marrë rrogë minimale. Po dai pak taksa paguan. Dhe për ato bën sens apo jo? Bën sens po themi që është taks progresive për ato. Do thënë taksa progresive, pak a shumë, duke qenë se është taksë majt apo jo me çfarë diun. Do thënë bën sens për të varfrin, bën sens për atë që ka sistem. Po bën sens për atë që është I suksesshëm. Po. Te atë do zihemi. Për njërin do bëj sens për bëj çik publicitet për Bullshin se era direkt unë do të them do hap një debat shumë të gjatë. Po, Bullshi podcast, like, follow, subscribe.
Do të themi për gjithë ata që dëgjojnë që episodi normalisht që juve po dëgjoni në YouTube e në Spotify ka dalë ko përpara në Patreon, që ju mund të bëheni pjesë për një shumë modeste, me shumë të drejta ekskluzive që mund të gjeni atje. Edhe du të shkoni në Spotify, në lini dhe në një kështu pesyje. Se Spotify ka me yje, më duket nuk ka me likes YouTube. 5 yje, po. Po, anë jeni 5 yje në Spotify, ai që lë 4 yje, nuk do gëzihet nesër. Mund ngryk. O zot. Jo, thjesht lini komente, na shkruani mesazhe, na bëni komente si në post, si në YouTube, si ku të doni ju, domethënë si e mendoni ju, edhe le të bisedojmë së bashku. Sidomos arsye kryesore për të parë episodin ku shmangen taksat. Po, sepse vetëm ashtu ne do e arrijmë domethënë që të krijojmë një farë lloj kulti evazioni fiskal së bashku. O plan, po bën shaka. Problemi, Na, ja. Just kidding. Wink wink. Wink wink. Ku e lam? Paguani këto lekët për to? Që është një pjesë shumë e madhe në Gjermani, domethënë, dhe ke fenomenin që nuk dua të ngëlloj kështu si ignorant radikal, por që hard sfir plak është kjo asistenca. Që nuk është për të ngatruar me atë në Shqipëri. Ata në Shqipëri nuk i del pra asnjë lloj gjëje. Asistenca sociale. Asistenca sociale që ta marrin. Tani. Më thuaj ti mua, a është e mundur të jesh i pa punë në Gjermani? Tani në kushtet ku jemi, në kohën ku jemi, e pa mundur. Shiko, nuk bëhet kjo pyetje për një vend caktuar, për një kohë caktuar. Po flasim në Gjermani që ne jetojmë këto 5 vjet e fundit. Është e mundur të jesh i pa punë, nëse ti je i shëndetshëm, e ke parasysh nuk po vdes. E ke parasysh. Një njeri normal valla. Është shumë e vështirë të jesh pa punë. Nëse do të punosh. Nëse e kërkon është. La do, Aristopoline. Po ka njerëz që nuk zgjon dot mëngjes, ka vështirë. Ja, pra, fatikisht mund është dhe tash të lutem shumë, është pa mundur tash nuk mund të tani të gjithë kemi qef të jemi bamirësa, të ndihmojmë njerëzit në nevojë, por nuk është një njeri në nevojë ai që i del një punë, po jo se nuk e dua unë ta bëj atë punë. The beggars can't be choosers plak. Nëse ti nuk ke aftësinë për diçka, duhet të japësh çfarë. E kuptoj ku e ke. Domethënë është ideja që mos ta demotivojmë punën ose mos ta motivojmë papunësinë, po thotë. Po e motivojmë papunësinë. Njerëzit të motivuar ta kërkojnë punën, e kuptoj. Është një jo influencer, është një financier. Ai është nga Irlanda dhe ai shkon në çdo lloj shteti e viziton. Edhe bën një ato tax free, që nxjerr jo tax free, këto shtoje klenë. Edhe deklarim taksa edhe nxjerr të metat e çdo lloj sistemi. Domethënë kudo që vetë. Edhe kur ka ardhur në Gjermani, kishte nxjerrë që nëse një nën e vetme, domethënë pa burrin, ka 2 fëmijë në Gjermani, nëse ajo nuk punon, përfundimi është 101 euro më shumë se sa ajo që punon. Nëse ti do punosh si nën e 2 fëmijëve, po single mom, jo e martuar në Gjermani, me rrogë minimale, ti neto në fund të ardhura, domethënë se përfitime, ke 101 euro më pak se sa mos punoje fare. Kjo është e sigurt. Që është e sigurt. Po këtë e di ku e bën këtë, se kjo është gjë e bukur. Që ky e bën këtë në Angli, e bën në Skotësi, e bën në Irlandë, në Francë, në Spanjë, domethënë çdo. Mi shikoj, diçka këto janë kështu të metat sistemit. Domethënë, nëse kjo që thotë është e vërtet, janë këto çai thon, të metat ose vrimat sistem, domethënë. Nuk ka sistem perfekt. Nuk ka sistem perfekt. E rëndësishme di çfarë është. Këto janë shikoj, di çfarë është. Mirëqena, to i dim. Nuk ka sistem perfekt akoma, as sistem shoqëror, as sistem politik, as sistem taksave. E rëndësishme di çfarë është për mua, që sistemi të jetë duke përmirësuar vetveten gjithmonë. Domethënë të jetë gjithmonë përmirësim. Në një po themi kohë relativisht të gjatë. Mos e shikon nga muaji në muaj, po
nga tani para 10 vitesh, para 20 vitesh, para 30 vitesh. Në qoftë se sistemi në përgjithësi është duke përmirësuar vetveten, është më i mirë nga çka qenë. Për mua është okay. Sepse nuk e di, është e vështirë të kesh një sistem perfekt ku të gjithë janë të lumtur, të gjithë dalin ose të gjithë marrin atë që meritojnë. Domethënë siç folëm për punën që thamë ne, çfarë thamë ne, domethënë gjëja më e mirë është që ti të krijosh një sistem që çdo punëtor ti masësh punën dhe ta paguash në bazë të matje, domethënë në bazë të meritës, po themi. Po është e pamundur që të matet 100% puna që ai bën. Mendoj unë, ose të gjitha punët nuk i mat dot. E njëjta gjë edhe me taksat, e kupton? Domethënë, kështu e shikoj unë që kjo që thuti është vrim sistem. Është një lloj është një lloj emet pra, është një lloj emete që se vrim zonë është pozitive, se përdor. Ka dhe vrima të mira. Nga vrima të mira. Vrima janë të mira zakonisht, e kupton? Si kështu goja. Por që këto janë të meta për shkakun që janë thjesht si edhe një gjë tjetër që është skandaloze në Gjermani për shkakun. Ti në qoftë se je njeri, ti të thua, o vllai, nuk dua të kem familje për 5 vite. Do të bëj 2 punë. Automatikisht kalon shtoja klasa Z puna e dytë. Po paguan shumë taksë. Paguan 60 kusur. Kjo ka një argument. Çfarë argumenti ka? Që duke ti, domethënë, nuk po flas për Gjermaninë, përgjithësi, bëri 2 punëve do të thotë që ti praktikisht po i zë vendin njërit që mund të jetë pa punë dhe do punën. Po pse ishte hapur ky vend nëse ja zëron? Si pse ishte? Pse që po nëse do kishte njerëz për atë punë që un po e bëj të dytë, pse ishte i hapur? Nëse do kishte njerëz të tjerë. Vendi ishte i hapur se ka vende të hapura, më lirohet vendi. Kështu që nuk ja zura dikujt, ishte i hapur. Jo, ishte i hapur dhe do zihet vendi. Ishte i hapur sepse e ka lënë dikush që ishte aty. Dhe për këtë vend aplikojnë siç është për shumicën e profesionëve këtu në Gjermani që nuk kanë mjaftueshëm punëtor. Dakor, se ti po e merr prapë për Gjermaninë që është një rast konkret. Po, për të po e marrin, sepse këta e kanë atë ligj, se ka Amerika nuk e ka me 6, jo, ka thënë se ka. Nuk e ka. Sepse, shiko, logjika, domethënë, se ne jemi edhe një çik të goditur nga ana inxhinierike, do thoshte që një njeri që është produktiv, valla. Pse pagon më pak taksë plak për punën e dytë. E kupton? Se ti po inkurajon produktivitetin. Ti po inkurajon dikë të jetë akoma më produktiv se sa ai tjetri, të japi akoma më shumë kontribut në shoqëri. Sepse, shiko, e zëm. Unë marr 10.000 lekë. Në punën e parë unë paguaj 3.000 lekë taksa. Kush do bënte më shumë sens? Që tek puna tjetër që merja të merra 10.000 lekë tjera të paguaja 6.000 lekë taksa apo të paguaja 1.500 lekë taksa? Sepse mos do e bëj fare këtë. Nëse është më shumë, sepse nuk do punoj për ty. E kuptoj për çfarë. Por nëse taksa do ishte më pak, ose për mendimin tim pa taks fare, se paguan taks biznesi për të cilin ti po punon xha. Ti xha po gjeneron lek, ti po gjeneron value. Diku vlen kjo që thotë, kjo vlen në një sistem ku krijimi i punës, domethënë çdo punë mund krijohet në mënyrë artificiale, dhe fakti që njëri bën 2 punë, domethënë për atë njëri krijohet një punë ekstra dhe krijohet dhe produktiviteti. Po nuk është kështu, sepse në çdo sistem ku jeton, numri i punëve që ekziston është finit, nuk është infinit. Është n. Po. Dakor? Këto janë punët që janë në dispozicion në një shtet. Po. Tani, për një punë caktuar, një vend vakant X, janë dy aplikantë, A dhe B. A-ja është shumë i zoti se B-ja. Dakor? Tani ky A-ja, duke qenë shumë i zoti se B-ja, aplikon për 2 vende pune, merr edhe X-in dhe Y-in. Dakor, i merr të dyja. Nëse B-ja, duke qenë më pak i zoti se A-ja, nuk merr asnjë. Po, dakor? Po B-ja ngelet pa punë. Është më mirë si bie. Domethënë që të krijojmë vende pune për të dy, apo që njëri të bëjë 2 punë dhe njëri asnjë. Produktivitetin në zotëri. Nuk më intereson më kush e bën punën fare, se aja apo se B-ja. Dakor, ti po shikon këtë çështje si pjesë e shoqërisë apo si punëdhënës? Ore, unë këtë po e shoh nga shteti në të ardhurën dhe punëdhënësi, sepse shteti të intereson që ky biznesi të paguajë taksa. Se e bëri aja apo se bëri B-ja, shtetit nuk intereson. 1. E dyta, punëdhënësit shteti intereson që mos ketë shumë papunë dhe shoqëria të ketë një lloj stabiliteti. Jo shtetit. Ajo gjë intereson qeverisë, që të ketë stabilitet, që të zgjidhet përsëri. Po flas për shtetin. Shtetit nuk intereson ajo. Intereson qeverisë që të zgjidhet, që të krijojë këto fluskat e punave të njerëzve që janë të pakualifikuar,
që të bëjnë Nuk do të futem shumë në aspektin politik se mund të marri. Do thënë është bëhet shumë politike, pastaj do të flas thjesht në aspektin teknik. Do thënë shteti nuk është qeveria, shteti është më i madh se aq. E kuptojnë çfarë them me shtet. Dhe kur themi shteti, themi dhe shoqëria. Dhe nëse ne duhet ta shikojmë një problem si një problem të shoqërisë. Dhe si shoqëri duhet ta zgjidhim problemin duke menduar çfarë është e mirë për pjesën më të madhe të shoqërisë, dhe çfarë është e mirë për një pjesë të vogël të shoqërisë. Domethënë, se fola shumë për domethënë është ajo well-being i sa më shumë njerëzve. Pra do ta sjellun në shembull të thjeshtë. Këtë po marrun si bazë, nuk po marr fare pastaj as an politike, as edhe nga ana punëdhënësit. Më vlen ajo që thua ti. Po, sa do të thënë, ana punëdhënësit me që ti dashkë për shumë njerëz. Ja, hapet një firmë inxhinieri, bëni vetëm kalkulime valla. Ty të duhet njëri që të kalkuloj, le të themi nga 10 6 njësi. Tani që të marrë 6 njësi ti mund të merret dikë që i bën këto 6 njësi të punës që ke ti si punë të dytë. Ose mund të marrë dikë tjetër që do ta paguash jo për 6 njësi, do ta paguash për 8 njësi. Po, sepse ai do marrë punë të plotë ka punën e parë. Dakor. Tani ti po paguan dikë që është më i paaftë se ai tjetri. Po paguam më shumë se sa do ta paguaj ai tjetri, për vetëm fakt se ti paguan më pak taksë se ai tjetri. How the fuck is this fair? Po dakor, po ti po e shikon prapë si punëdhënës, si një firmë, ti je firma dhe ti çfarë të intereson ty si firmë? Po sepse si kompani. Po dëgjoj vllai, sepse çdo lloj derdhje që ka firma, po, është Shema. Është ikur nga arka shtetit. Vetë takson firmën në fitimin. Po, e kupton, nuk e takson në xhiro. Sa bën, se sa të paguana punëtorët shteti takson fitim, po. Fitim pra. Po, vërtet, po. Edhe çdo një punëtor që paguan ti janë lekë të humbura nga fitimi që do i taksojë firmës. E kuptoj. E kuptoj ku do dalësh, po kjo është ta shikosh që shteti ta shikoj problemin vetëm në aspektin ekonomik. Po pra, ne duhet të përpiqemi produktiviteti. Do të thotë po ky është aspekti ekonomik që po merr ti, që është një aspekt. Janë shumë aspekte në shoqëri. Shteti duhet të shikojë të mirën e shoqërisë të tërë. Dhe mirë shoqërisë të tërë nuk është vetëm aspekti ekonomik apo produktiviteti që thua ti, por janë shumë aspekte. Është aspekti psikologjik, është aspekti shëndetësor, etj. Janë shumë gjëra, e kupton? Këto fels krajs plako. Sepse ti po thuaj që e di unë, ti do të dalësh te pjesa që do të jenë të gjithë në punë, do të jenë të gjithë. Jo se do të jenë patjetër të gjithë në punë. Ose shumica pra. Kupton, ose duhet të ketë, do të hapim hapësira për ty. Unë po bëj avokatën e djallit dhe po mbroj kanën te. Nuk është se për të krijuar debatin, nuk është se po them si duhet të jetë. Sepse problematika e madhe ajo që nuk ka sistem perfekt. Si po bëni bet çfarë në balkon së bashku, është ti po i kushtozon njerëzit mos të jenë produktiv. Sepse nëse ti do ngrije ata që janë produktiv, do ishte role model. Gjithsesi secili do ishte sa më produktiv, domethënë të thoshë që un kam të po të bëj të gjithë do marr akoma më shumë domethënë. Por jo, ti thua që një ke, gjëja që ti mund të bësh, domethënë je i penalizuar automatikisht domethënë. Kto e klasë 10 me 60% që vjen atje. Ti punon më shumë me shtetin se sa ti. Kuptoj. Shiko, po të pyesësh mua personalisht, tani po bëja këtë domethënë në vërtet avokatën e djallit në këtë temë. Un personalisht e mendoj si thash më përpara. Për mua nuk ka më shumë rëndësi produktiviteti, por ka më shumë eficienca. Domethënë ti duhet të mundohesh të kesh një shtet sa më eficient. Nuk është ama me njëta gjë. Produktiviteti është kuantitet, eficienca është kualitet. Domethënë ka një diferencë të vogël. Domethënë prandaj thash domethënë është nuk është dhe shumë e ndryshme, por që ka një lloj dorë për dorë janë, nuk ka shumë, shiko produktiviteti dhe eficienca domosdoshmërisht janë njëta gjë, sepse nëse produktiviteti nëse ka thjesht në rigoroze një produktivitet lart, po me harxime të mëdha s'ka eficiencën e lartë, domethënë, kështu që le ta themi që produktiviteti është një nga variablet e eficiencës tonë. Ka produktivitet të lartë dhe me harxime sa më të vogla, që del prapë fjala ime. Do të thotë harximi sa më i vogël që një shoqëri të ecë përpara. Do ta japësh mbase kjo është të japë drejt për të. Mbase duhet të përdorin fjalën eficiencë më shumë se sa produktivitet.
Që përforcon akoma më shumë argumentin. Di pse, sepse eficienca për mua është gjithmonë produktivitet njësinë e kohës. Po. Është në përbesim të drejtë me resurset që ky produktivitet kërkon. Po kjo prap jep shumë herë më shumë fuqi argumentit tim. Si të duhet njeriu më i mirë. Se ja punosh me 4 ditë apo 5 ditë. Po, e kupton. Çfarë ti e bën përgjithësore? Who the fuck cares? Kush është ai CEO apo shef i zyrës, domethënë që intereson se sa orë jeti. Shumë bravo. Shumë trallë. A e bën ti kanë? A e bën përgjithësore? A e bën për 10 minuta? Who gives a fuck? Ai do punën, do produktivitetin plak. Ai do produktivitetin, produktin. Kështu duhet të jetë. Siç thua ti. Ai thellësisht atë do. E kupton, pavarësisht se pastaj gridi është, si thon, gripsia njerëzore. Gripsia njerëzore thashë, po e bërin të përgjithësore, pse mos japin tjetër? Po, fillon budalliku pastaj. Dakor, se po ta mendosh, shiko, siç po e flasim ne tani, se ne prapë po futëm në kurthin e teorisë, domethënë të idealizmit. Do flasim tani në idealisht duhet të jetë. Edhe pastaj edhe flasim sa duam, por që nëse flasim pastaj për gjëra konkrete, nuk ka, më dalim në atë që nuk ka sistem perfekt, nuk besoj do ketë ndonjëherë, domethënë si arrim. Me mund me përpjekje. Nuk jam vetëm unë vetëm budallaq që mendoj kështu, por jam shumë i bindur që ka shumë njerëz që mendojnë një gjë, e kupton? Tani kur ka shumë njerëz që kanë të njëjta mendime në kokë, domethënë, ku është thresholdi? Sa njerëz duhet të kenë të njëjtën dëshirë që të ndërmerrin dëshirë? Mund të jenë në 90% që të kenë të njëjtën dëshirë, mëse nuk mjafton. Dakor, çështja me ty e shtrojmë pyetjen, si arrim atë perfektë, si arrim atë më të mirën për të gjithë, ose më të mirën për shumicën e njerëzve. Gjithmonë jo. Pyetje për publikun. Se di, nuk e di. Sidomos, shiko, okay, se tani po ne po flisim për tasat, për këto është pa e komplikuar, se janë dhe çështje që duhet të dish sa gjëra më shumë, që mbase nuk i dim. Domethënë, e kupton, shumicën e gjërave nuk e dim. Ne mund të flasim për drejtat e punëtorëve. Ne mund të flasim për si e shikojmë ne si punëmarrës në këtë rast. Kaq thjesht. Secili nga kapaciteti. Secili, po pra, të them. Do them tani që jam profesor i taksave, kupton? Kaq ta kuptoj unë. Kjo më dhëm mua. Edhe ne si punëmarrës, siç e the ti, e hap atë fletën, bën atë llogarin. Të bie vilania. Të ngel për shtyman. U ilaçi u bësh. Edhe këtu mbaron muhabeti, domethënë. E kemi moment perfekt për ta mbyllur themën. Herën tjetër do ta vazhdojmë si bisedë shumë e gjatë, që nisëm përpara që lam gjysmë për të bërë takimet, por që herën tjetër do futemi në rabbit hole, domethënë do jetë pak më ndryshe gjendja, kështu që para se të ikni, Patreon, linkun e keni gjithë në Instagram, Instagram, TikTok, /3shejtan, Twitter, X, a gjithë në X, në Facebook, Spotify, Apple Podcast, çdo lloj platforme e mundshme, Amazon, i kemi të gjitha se ne profesionale, që të lutem shumë çdo lloj platforme që jep podcaste, i gjeni Buçi Podcast. Edhe duhet lini reviews të mira, dhe sugjeroni shokëve, mamit, babit, komshies, exit, crashit. Subscribe, follow. Deri atëherë, ja kalofshi super edhe gjithë mirat. Ciao. Buçim në bu, CHI, bu, CHI podcast.